Tani shikues, jemi rikthyer në studio dhe jemi gati për bisedën e parë për ditën e sotme dhe do të flasim për diçka shumë të mirë e cila vetë ka disa ditë do të hapet. Bëhet fjalë për një qendër multikulturore dhe bëhet fjalë për krah, e cila është e themeluar nga zëri i romëve, ashkalive dhe egjiptianëve. Mirë, po kjo qendër multikulturore, çka ka synim dhe po ashtu se çka do të përcjell me anë të mesazhit të cilin vetë edhe po krijohet. Gjitha këto diskutohen bashkë me Njumza Ukën, e cila vetë na vjen nga kjo organizat. Njumza, mirëmëngjesi, faleminderit shumë që ke ardhur. Mirëmëngjesi, faleminderit juve për ftesën. Atëherë krah, kjo qendër multikulturore, çka është edhe cila ishte ideja e saj? Realisht, kur kemi fillu të planifikojmë hapjen e një qendrës multikulturore, ka disa vite që jemi në diskutimet të ndryshme dhe me institucionet të brenda organizatës. Qëllimi jonë kryesor ka qenë të kemi një hapësirë ku jo vetëm komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, po gjitha komunitetet mund të shohen një priordhje, një kulturë, një identitet të secilës prej këtyre tre etnive. Nuk është që nuk kemi shumë informata, ka mirë, po janë shumë të mangëta, dhe mendoj që mungon ajo pasqyra kulturore e cila po shpresojmë që kemi më shumë me transmetuar nëpërmjet kësaj qendrës, mungon për këto tri komunitete. Ideja e themelimit të qendrës multikulturore krah ka ardhur realisht prej mungesave të shumta të prezencës ose njohurive rreth kulturës të priordhjes të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian. Nëpërmjet kësaj qendre jemi duke mundu me bo një thyrje, një bashkim, mi hap dyert rreth diskutimeve për matutje, mi prezentu prej nga ka ardhë, historinë, cilat janë ato traditat të veçanta, cilat janë ato kulturat, të cilat e identifikojnë komunitetin rom, apo komunitetin ashkali, apo komunitetin egjiptian. A keni fillu me punë deri më tani, pra me 15 do të filloj, pra? Hapja e qendrës multikulturore do të bëhet ceremonia e hapjes, do të bëhet me datën 15. Normal që ceremonia është një ceremoni shumë më e vogël, gjithsesi pas kësajna qendra është e hapur për gjithë, për të qytetarët, për institucionet. Shpresojmë që edhe niveli arsimor kryesisht mendojmë që ata duhen me qenë, me organizu vizita. Qendra multikulturore ka pjesën ku do të prezentohet historia, ka pjesën si lloj muzeu, ka pjesën ku munden trit me ardhë, me diskutu, me bashkëbisedu, me informu rreth elementeve të ndryshme, artefakteve të cilat do të jenë aty prezente, veshjeve të ndryshme tradicionale, kulturave të ndryshme. Ajo pjesa historisë e cila do të shkruhet aty, mendoj që është shumë e rëndësishme të fillohet të prezentohet për gjeneratave të vogla e tutje. Pse jo, çdo qytetar pas datës 15 është i mirëseardhur në një vizitë në qendrën multikulturore, e cila është e hapur, janë të gjithë të mirëseardhur, po pse jo të mos e ngrisim nivelin rreth njohurive të etnive të ndryshme të cilat jetojnë në Kosovë, dhe të kemi mos të themi një hapësirë, po një mundësi pak më të madhe rreth zbehjes e diskriminimit në drejtëm të këtyre tri komuniteteve. E qartë. Njumza, kjo qendër është e themeluar nga organizata juaj, por a ka qenë mbështetës dikush nga institucionet, sepse para një muaji ca ditëve ka qenë edhe dita ndërkombëtare e gjuhës rome, edhe gjatë bisedës së cilën ne kemi pas, me të vërtetë që e kemi ngritur si shqetësim që nuk është shumë e përfshirë kjo gjuhë në Kosovë dhe nuk jepet rëndësi e mjaftueshme këtij komuniteti në përgjithësi. Gjuha rome, realisht komuna e Prizrenit kanë qenë komuna e parë, të cilët e kanë zyrtarizu. Kullin edhe kanë fillu me zyrtarizu gjuhën rome dhe është shumë prezente. Ndoshta për faktin edhe për shkak të numrit të lartë të banorëve. Jo pse komunat e tjera nuk e kanë numrin e lartë të banorëve, po kanë punu shumë në atë drejtim dhe mendoj që është një prej atyre komunave ku multikulturalizmi duhet të mirët si shembull dhe duhet të promovohet shumë a shumë. Gjuha rome është gjuhë jashtëzakonisht e bukur dhe duhet të jetë të paktën se lanë zgjedhore, ndoshta edhe në të ardhmen, pse jo të mos mësohet sikur gjuhët e tjera dhe gjuha rome. Është çdo gjuhë që mund njeri me mësu është gjuhë e bukur. Gjithsesi të na duhet të punohet shumë në atë drejtim që gjuha rome të zyrtarizohet, të jetë si gjuhë zyrtare, dhe pse jo, edhe festat të ndryshme të cilat i takojnë këtyre tri komuniteteve të futen në listën e festave zyrtare. Sa i përket mbështetjes institucionale rreth themelimit të qendrës kulturore, ne kemi një kohë të gjatë që jemi në bashkëbisedim edhe me nivelin e institucioneve, si nivelin lokal ashtu edhe qendror. Deri më tani kanë shpreh gatishmëri, mirë po ende asgjë konkrete nuk është bënë atë drejtim.
Po, ndërkohë me qenë se përmendet si komuna Prizrenit është një e cila vetë se ka bërë një hap më tutje, edhe komunat të tjera patjetër se kanë komunitetet të tilla. Çka kanë bërë në këto drejtime? Sepse a kemi me të vërtetë vetëm këtë qendër tani më që ndoshta mund të informohemi, është e para apo qendra multikulturore Krah është e para jo vetëm në Kosovë, por është e para në rajon e cila është duke u themelu dhe forma e prezantimit të historisë, trashëgimisë kulturore e cila do të jetë në këtë qendër është unike. Dhe mendoj se do t'jetë një shembull i cili jo vetëm komuna e Prishtinës, po të gjitha komunat e tjera duhet të ndjekin. Në Kosovë nuk mendoj që duhemi të kemi në çdo komunë nga një qendër. Po kjo është një prej atyre qendrave cila është një model, ka me të qenë një model, jo vetëm për nivelin ku jetojmë në Kosovë, mirë po edhe për rajonin. Në rajon ende nuk ka ndonjë qendër specifike ku prezantohet historia e këtyre 3 komuniteteve. Prandaj Kosova është e para e cila duke bërë diçka pak më tutje, është duke prezantu, është duke I hapur dyert pranimit të komuniteteve të cilat jetojnë në Kosovë nëpërmjet qendrave të tilla kulturore. Ne I kemi muzeun kombëtar, po fatkeqësisht nuk është si kemi elemente të shumta të prezantimit për këto 3 komunitete, dhe çdo qytetar I cili mundet me shku me vizitu muzeun kombëtar nuk mundet me njoft me priardhjen, historinë, ato zakonet ose artizanotet të cilat I karakterizojnë të komunitete, dhe mendoj që qendra multikulturore Krah kam ju ofru këtë hapësirë dhe më shumë për mi njoft për së afërmi edhe këto komunitete. Prishtina është përveç që është duke kriju një farë revolucioni në atë drejtim, mendoj që është një shembull që duhet të ndjekë dhe duhet të promovohet edhe më shumë. A jemi më mirë se sa vend të rajonit me këtë rast? Gjithsesi, jemi edhe nga ana e legjislacioneve, jemi edhe nga ana e përkrahjes. Unë mendoj shumë që institucionet tona kanë ofruar shumë hapësirë për komunitetet romashkali egjiptian. Nuk jemi në vendin ku dojmë ose dëshirojmë me qenë, po ka ndryshime të jashtëzakonshme pozitive. Në cilat fusha mendon që jemi më mirë edhe ku qalojmë? Mendoj që qalojmë ende të pjesa e punësimit, mendoj që ende duhet të punohet shumë në drejtimin e punësimit të komuniteteve, sidomos në drejtimin në drejtim të institucioneve. Nuk duhet të ofrohet vetëm kvota specifike për punësim të komuniteteve, duhet të ketë të krijohen kuadro specifike deri të mbrihet ai niveli që qytetarët t'i ofrohet mundësia të kenat, si të themi, gatishmërinë të trajtohen në formë të barabartë. Jemi ende larg asaj, mirë po duhet të krijohet ende hapësira për punësimin e komuniteteve. Mendoj që qalojmë ende të pjesa e prezantimit në tekstet shkollore rreth historisë të këtyre komuniteteve. Duhet të punohet shumë edhe në vetëdijsimin e qytetarëve rreth respektimit të gjitha etnive që jetojmë në Kosovë. Nuk mundemi me thonë që jemi shoqëri raciste, mirë po kemi ende raste të ndryshme të cilat I diskriminojnë komunitetet. Prandaj ka ende shumë hapësira për me punu, gjithsesi që ka ndryshime pozitive dhe ato duhen për mu vlerësu, edhe duhen mu promovu. Në këtë rast, për shembull, kemi festivale të ndryshme ku në vitet e mëhershme qytetarët e zakonshëm asnjëherë nuk kanë qenë pjesë të këtyre festivaleve. Tash me vullnetin e vet qytetarët I kemi prezent në çdo event që organizohet, jo vetëm nga organizata jonë, po edhe nga organizatat e tjera. Çka thonë, dua di qytetarët të tjerë, pra jo të cilët vetë përkasin të komuniteteve, çka thonë kur vinë dhe I vizitojnë këto festivale, kur mësojnë më shumë për traditat, zakonet e tyre? Tash sfundme kemi pas një festival multikulturor I cili një prej elementeve ka dhe prezantimin e ushqimeve tradicionale të komuniteteve romashkali egjiptian. Edhe është interesante ose fakti se si qytetarët kur vinë dhe testojnë ushqimet, e shohin se në të njëjtën kohë sa jemi të ngjajshëm, ne kemi disa elemente të vogla të cilat edhe na dallojnë. Gjatë degustimit të ushqimeve ata I ndëgjën ato të prezantu, po edhe na I kemi të njëjtin ushqim në tavolinat tona. Vetëse e bojmë në këtë formë ose në këtë formë, që është e bukra e diversitetit tonë kulturor. Domethënë, kemi shumë të ngjajshme, po në të njëjtën kohë kemi disa elemente të cilat na dallojnë, edhe duhet I njohim ndërmjet vetë, dhe mendoj që ajo është kjo më e bukra e Republikës të Kosovës, që kemi diversitet të jashtëzakonshëm kulturor dhe duhemi shumë të punojmë në atë drejtim, që të njohim edhe të respektojmë kulturën e secilit. Të kthehemi njerë të qendra multikulturore Krah, të hënën do ta ketë pra ceremoninë hapse në çfarë orari edhe më pas si do të jetë organizimi gjatë ditëve në vijim. Qendra kulturore do të hapet me datën 15, prej orës 16 pasdite, pastaj prej datës 16 nga ora 10 besoj që qendra kulturore do të jetë e hapur për vizitor.
është të pjeksa e rrugës B, është një kompleks i agrotradit, besoj që të gjithë qytetarët do ta shohin edhe logon ku është qendra multikulturore Krah, prandaj unë shpresoj shumë që të gjithë të vinë, të vizitojnë, të njihen për së afërmi edhe me historinë, edhe me kulturën, edhe me prioritën e komuniteteve, edhe me pas e sa ka të bukura të ndryshme rreth këtyre tri etnive të ndryshme që jetojmë në Kosovë. Pse jo, pse mos fillojmë ndoshta edhe prej familjeve tona, pastaj tutet tek shoqëria. E vërtet. Kush do të jenë të ftuar? Do të kemi qeveritar burështetas, themi? Hapja do të ketë përfaqësues të institucioneve, përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare, do të kemi musafirë të caktuar për shkak se është hapësirë pak më e vogël. Në këtë rast hapja do të jetë me një numër të vogël të kufizum të pjesëmarrësve, mirë po pas kësajna ceremonie, qendra kulturore Krah është e hapur për të gjithë. Jo sa mendon që këto viteve të fundit po vret edhe ndoshta që ka më pak paragjykime se sa që kemi pasur viteve të kaluara kërshi këtyre komiteteve? Nuk mundemi me thonë që janë zbe, mirë po ka zvoglim të rasteve, gjithsesi i kemi ende prezent fatkeqësisht paragjykimet në drejtim të komuniteteve. Më shumë në punësimet, siç e treguat ju, edhe në jetën apo e ka edhe në përditshme, arsim? edhe në arsim, edhe në pamje, edhe në ofrim të mundësive, edhe në trajtim, edhe në përdorim të gjuhës. Fatkeqësisht duhet të punohet shumë në parandalimin e përdorimit të gjuhës, sidomos të fjalëve pejorative që qytetarët arsyetojnë, po jemi mësu. Nuk jemi mësu, janë gjuhë ofenduese, janë fjalë të cilat duhet të denohen edhe me legjislacionet në fuqi dhe mendoj që duhet të punohet shumë në atë drejtim. Përderisa ka, gjithsesi që ka dhe ndryshime pozitive dhe në atë drejtim. Edhe diskriminimi është duke punuar shumë në atë drejtim. Diskriminimi paragjykimi në drejtim të komuniteteve dhe mendoj që edhe këto elemente, qendra kulturore ka mua qëllim nëpërmjet prezantimit të gjitha këtyre elementeve të ndryshme kulturore, siç janë identiteti, priardhja, kultura, trashëgimia, zanate të ndryshme, me ndiku në zbehjen e diskriminimit. Çdo herë prezantimi publik i elementeve të ngjashme dhe të bukura ose të priardhjes të komuniteteve, mendojmë që ka me ndiku jashtëzakonisht shumë në zbehjen e këtyre elementeve negative që i kemi prezente. Njomza, si mendon që këto familje e mbajnë ende atë vazhdimsinë tek brezat e të rinj, pra e kanë fjalën pikërisht çka bëjnë që ta ruajnë gjuhën e tyre, identitetin, traditën, sepse edhe ju e tregua që mungon në fakt edhe literatura ndoshta në gjuhën e tyre, mirë po që ata duan ta mbajnë ende gjallë pikërisht atë të cilën vetë se kanë kriju deri më tani, ta vazhdojnë tek brezat. Literaturë ka, kemi edhe abetare në gjuhën rome, e cila është edhe në gjuhën rome dhe në gjuhën shqipe. A mund ta gjejmë lehtësisht këtë? Jo, lehtësisht nuk besoj, edhe pse ka pas në biblioteka të ndryshme kombëtare të vendosura, nuk e di aktualisht si qëndrojmë në atë pjesë, mirë po ka qenë një mbështetje nëpërmjet zyrës për qeverisje të mirë, e cila i ka një mini bibliotekë, po e një mini bibliotekë e gjuhës rome, e cila jo vetëm në zyrën e qeverisjes mirë, po ka qenë edhe në biblioteka të ndryshme kombëtare, edhe kjo ka qenë arsyeja që qytetarët të kenë më lehtë edhe të marrin libra rreth gjuhës rome, të shohin, ndoshta edhe pse jo, të mundohen me mësu sa më shumë në atë drejtim. Sa i përket si qëndrojmë te ajo pjesa e ruajtjes së kulturës, gjuhës, mendoj që edhe aty duhet shumë të punohet në atë drejtim. Jemi në një pikë ku ndonjëherë diskriminimet e ndryshme i detyrojnë njerëzit edhe mi zbe ato traditat, kulturat e familjare që i kanë. Dhe mendoj që duhet të punohet shumë edhe në atë drejtim që t'i shtyjmë përpara që çdo familje, çdo etni ndryshme që jetojnë në Kosovë, t'i ruajnë sa më shumë dhe t'i promovojmë dhe t'i investojmë në atë që mos shkojmë tek zbeja, po të shkojmë deri tek fuqizimi më i madh i këtyre elementeve. Po. Ndërkohë një mësani po e shoh me një video që është prezantuese pikërisht e qendrës multikulturore. Ju tha që atje do të jetë një lloj muzeu, pra ku atje mund të shpjegohet pra gjithë shka rreth këtyre komuniteteve, mirë po do të ketë atë aktivitete të tjera gjatë ditës, ndoshta performanca ndryshe që nuk mundemi me i pa çdo ditë, mirë po që do të jenë në ditë të caktuara. Ato do të jenë më pastaj do të planifikohen me kohë. Gjatë ditëve në vim. Gjatë ditëve në vim, aktualisht për neve fokusi është vetëm prezantimi i materialeve të ndryshme, artefakteve të vjetra të cilat i prezantojnë këto tri komunitetin Rom, Ashkali dhe Egjiptian në forma të ndryshme specifike. Duke filluar nga ajo pjesa kulturore, veshje tradicionale, artizanatet, prezantimi historik, prezantimi familjar,
e tutje. Jo, më sa me të vërtet edhe mu më pëlqen shumë traditat e zakonat e tyre kur i shoh, sepse nga afër nuk është që njoft dikë, mirë po mesi po pres edhe nisi patjetër si emisioni i mëngjesit me arë në qendër multikulturore edhe me sjell një material për shikuesit tanë që më u njoftu pak më gjerësisht për të, edhe pse ju më pas të shkojnë ta vizitoni atë nga afër. Ju mirë presim, jeni fatmirësisht mediat luajnë një rol të jashtëzakonshëm edhe në promovimin edhe në ndikimin pozitiv të çdo fenomeni negativ që mund të jetë në shoqëri, edhe në këtë rast përkraja e mediave në promovimin jo vetëm të qendrës kulturore, por promovimin e komuniteteve ro-mashkali egjiptian në atë drejtim pozitiv është i jashtëzakonshëm edhe mendoj që zbashku mundemi me ndiku në ato se shoqëria me pas me qenë sa ma mendje hapur edhe me ofru mundësi më të barabarta jo vetëm ndaj këtyre 3 komuniteteve, por gjitha etnive që jetojnë në Kosovë. Një mesazh të fundit për shikuesit tanë? Ju mirë presim qendrën multikulturore, gra. Të hënën. Të hënën. Nga e hënën. Jo më sa faleminderit shumë për kohën edhe për prezencën tuaj këtu edhe shumë suksese në qendrën multikulturore. Faleminderit shumë juve. Kënaqësi.